në këto kushtet të cilat po ndodhemi, jo me dëshirën tonë, po me imponimin prej borxheve që na i kanë ndërprej karburantin për 1 milion euro, kompania në cilën furnizohemi me naftë, borxhe tjera 800.000 euro për punëtorët, 100.000 euro për sigurime shëndetësore, edhe borxhe tjera për pjesë të autobusëve. Ju dëshirojmë një sukses punëtorëve në ato se çfarë kanë fillu. Urime dhe për këta si duket kanë efektu, kanë fillu me reflektu. Kryetari i Komunës Prishtinës, zoti Parparim Roma, ka thirrë asamblehen për nesër në orën 15, me gjas do të kryet kjo punë, do të përfundoj, metet me patë shumë, jemi shpresojmë se do bëhet. Jo, pas takimit të sënës, me qeverinë s'kena pasur, për rëndësimet ndryshme që dalin nëpër media, ato nuk e dim. Me kryetarin Roma kem pas dje, takim, edhe sot presim prapë me takim mos qeveria, kryetari Roma, diçka më na sjell një lajm të mirë. Po besoj dhe po shpresoj, po du me shpresu. Të ditë shtira, qytetarët i kanë më të keqen të mundshme. Po jo për neve, edhe neve jemi imponu me bokta. Edhe neve kem familje, i mbijetojmë me këto tara që i kem. Prandaj, me kuptu arsyen edhe na pse kem dalu. Ju faleminderit qytetarëve, faleminderit edhe juve media që na keni përcjell për këto ditë rënë. Protesta sot vazhdon deri në orën 1, e për nesër ju lajmëroj. Nëse nuk bëhet zgjidhja nesër, greva vazhdon deri në momentin që bëhet alokimi i mjeteve, borxh që është ndaj komunës, edhe ndaj operatorëve të tjerë që funksionojnë në nivel të transportit publik. Ato janë borxhi i komunës ndaj operatorëve të transportit publik, si operatori publik, si operatori privat. Po na po shpresojmë që nesër do mbaroj. Po shpresojmë që këtë mbledhje do mbizotroj arsyeja. Unë nuk kam informacione pse nesër është mbledhje legjitime, është e thirrne. Ato që shpolli jo legjitime janë instanca tjera më pasoj, se për të marrë mbledhja ka me funksionu dhe besoj që do të bëhet votimi asaj në asamble. Edhe do të rgohet ministria do t'i alokojë mjetet e tyrat vetano këtë vitit 2024 me bo bartin e tyre. Kështu që besojmë edhe shpresojmë, po du me konë mirë me qytetarë, më kërku edhe herë falje. Juve pjo kërkoj falje, se edhe ju po vuni këtë pjesë, po e keni edhe juve presjoni ja o imponan. Faleminderit që për na përcjellin çdo kohë, për çdo informatë jemi këtu. Hajde, pacise, hajde. E zhvillojmë na protestën dhe shkruajnë gjuhë, s'ka lidhje. E shkruajnë direktivat e qeverisë, suni shaj para qeverisë, hajde. Smirë me na me atë. Hajde. E kemi një ekstra me ngjes edhe